Të nderuar televizionistë, mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm. Zgjohuni me ne data sotshëm 24 mars, dhe ne si çdo ditë tjetër do të themi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vëmë ngjarje të rëndësishme të datës 24 mars, dhe do të themi në vitin 1882, kur Robert Koch, një nga biologët më të njohur të kohës, shpalli zbulimin e bakterisë që shkaktonte tuberkulozin. Ky ishte një hap i madh në fushën e mjekësisë dhe hapi rrugën për një trajtim dhe parandalim të kësaj sëmundje. Por në këtë datë, por më vonë, në vitin 1917, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpallan luftë kundër Gjermanisë gjatë luftës së parë botërore, duke i dhënë fund politikës së tyre të neutralitetit dhe duke hyrë aktivisht në luftë. Në vitin 1958, Elvis Presley, mbreti i rockut, nënshkroi kontratën për t'u rekrutuar në ushtrinë amerikane, duke lënë përkohësisht karrierën e tij muzikore. Ky moment ishte i rëndësishëm pasi Elvis ishte një ikonë e pop kulturës dhe ky hap krijoi një periudhë të re në jetën e tij, si dhe ndikoi në publikun e gjerë. Më pas, në vitin 1990, shkencëtarët britanik njoftuan një zbulim të rëndësishëm për të ardhmen e bujqësisë dhe energjisë. Ata shpallan një mënyrë për të përmirësuar rendimentin e fotosintezës, që mund të ndihmonte në rritjen e prodhimit të ushqimit. Një ngjarje tjetër e rëndësishme ndodhi në vitin 1999, kur NATO nisi bombardimet e Kosovës si pjesë e operacionit Allied Force, një veprim që shënoi përfshirjen e drejtpërdrejtë e Aleancës Atlantike në luftën e Kosovës. 24 marsi është dita 83 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 281 ditë. Ngjarje. 1999. Fillon të bombardohet Jugosllavia nga NATO për shkak se krimeve të mëdha që ja ka bërë shteti Jugosllavisë popullit shqiptar. – 24 marsi solli gjithashtu dhe lindjen e shumë personaliteteve të shquara, dhe në vitin 1945, lindi Louis van Gaal, trajneri i njohur holandez i futbollit, i cili ka pasur një karrierë të suksesshme si menaxher dhe ka drejtuar disa nga klubet më të njohura europiane. Po ashtu, në vitin 1957 lindi A.R. Rahman, kompozitori indian që shpërtheu në botën e muzikës me kompozimet e tij që quhen për ndjeshmëri dhe cilësi. Në vitin 1961 lindi Peyton Manning, një nga lojtarët më të mëdhenj të NFL, e njohur për karrierën e tij të shkëlqyer si quarterback dhe për ndikimin e tij në sportin e futbollit amerikan. Po ashtu, në vitin 1974 lindi aktori dhe aktivista Ashley Judd, e cila bëri emër në kineman amerikane dhe angazhohej gjithashtu për të drejtat e grave. Në vitin 1982 lindi Curtis Granderson, një nga lojtarët më të njohur të bejsbollit amerikan, i njohur për kontributin e tij në fushën e sporteve. Lindje. 1923. Lindi John Shlaku, përkthyes epik shqiptar. 1926. Lindi Dario Fo, nobelist italian në fushën e letërsisë. 1969. Lindi Ilir Meta, politikan shqiptar. 1975. Lindi Albin Kurti, kryetari i Partisë Patriotike Vetvendosja në Kosovë. Kjo datë ka shënuar gjithashtu dhe humbjen e disa nga personaliteteve të mëdha, dhe në vitin 1882, Johann Strauss, kompozitori austriak i njohur për krijimin e valleve të njohura dhe për Radetzky March, një himn i njohur ushtarak, ndoroi jetë. Po kështu në vitin 1916 vdiq Adele Blaubauer, e njohur për portretin e saj të famshëm të pikturuar nga Gustav Klimt. Në vitin 1971 ndërruan jetë Sergei Rashmaninov, kompozitor dhe pianist rus, një nga më të mëdhenjtë e muzikës klasike. Po në këtë ditë, në vitin 1980 vdiq Yasser Arafat, lideri politik palestinez që luajti një rol kyç në lëvizjen palestineze. Ndërsa në vitin 1995 Isaac Bashevis Siga, shkrimtarin hebre amerikan dhe fituesi në çmimin Nobel për letërsi. Vdekje. 1610. Vdiq Elisabeta e parë, mbretëresha angleze. 1905. Vdiq Jules Verne, shkrimtar francez. 1916. Vdiq Enrique Granados, kompozitor dhe pianist spanjoll. 1937. Vdiq Vebi Dibra Haxhi, është një nga nënshkruesit e pavarësisë së Shqipërisë. 1953. Vdiq Maria Otetska, mbretëresh britanike. 1976.
Vdiq Bernard Love Montgomery, Field Marshal britanik. 2003. Vdiq Xhevat Qena, aktor shqiptar. 2007. Vdiq Sulejman Pitarka, aktor shqiptar. 2008. Vdiq Boris Dvornik, aktor kroat. Tani ju fletëdishtë rubrikën Edhe shëndeti. Rigoni është një bimë e egër dhe lind spontanisht në male, por mund të kultivohet dhe në vazo. Emri shkencor vjen nga fjala greke oros, malsor dhe ganos, shkëlqim. Vetit dhe përfitimet e rigonit. Rigoni ka veti të pamohueshme medicinale që përmbahen në majat e lëzuara të tij. Lulet e tij përmbajnë një vaj esencial që përbëhen nga substanca të ndryshme aromatike, të cilët zhvillojnë një shije të veçantë, të fortë dhe të pagabueshme. Favorizojnë tretjen duke stimuluar një tretje sa më të mirë. Janë të dobishme në raste të fryrjes së barkut, çlirojnë rrugët e frymarrjes në rast të kollës dhe ftohjes. Ushtrojnë një veprim dezinfektues. Hulumtimet kanë treguar se rigoni është 42 herë më i pasur me antioksidantë se mollët. Kjo bimë e shijshme përmban shumë minerale siç janë bakri, niacina dhe beta-karoteni, si dhe materiale të tjera ushqyese. Rigoni, sikurse dhe rozmarina dhe bërziloku, përmban të ashtëquajturin acid rozmarik. Ky antioksidanti fort ndihmon në parandalimin e dëmtimit të qelizave të shkaktuara nga radikalet e lira, me çka reduktohet rreziku nga kanceri, sëmundjet e zemrës, arterioskleroza dhe plakja e hershme. Meqense e karakterizon efekti kundër inflamator, acidi paraqet trajtim efikas për astmën alergjike. Rigoni është gjithashtu i pasur me veçori antibakteriale, duke përfshirë vajin timol dhe karkavol. Ulëmtimet kanë treguar se këto dy komplekse ndalin rritjen e shumë llojeve të baktereve. Rigoni është efektiv në tek artriti, sëmundjet kancerogjene, gjendja inflamatore dhe mutacionet e qelizave, nxit tretjen dhe funksionimin e mbulqisë së stomakut, si dhe në mënyrë të suksesshme aplikohet te inflamacioni akut dhe kronik i sinuseve, virozat, gripi dhe ftohja, por dhe te dhimbja e kokës kronike. Ndihmon për të lehtësuar hiqjen e sekrecioneve dhe mukozës. Për biografinë e sotme të flasim për Gustav Klimt, njeri i artit dhe i bukurisë. Gustav Klimt, një nga piktorët më të njohur të periudhës simboliste dhe njohur si lideri i lëvizjes së Art Nouveau në Austri, lindi më 14 korrik 1862 në Baumgarten, një qytet i vogël pranë Vienës. Nga një familje e thjeshtë, ishte fëmia i nëntë dhe i fundit të një familje me të ardhura modeste, ndonse nuk ishte rritur në luks, shpejt u dallua për talentin e tij të jashtëzakonshëm artistik. Në moshën 14 vjeçare, Klimt nisi studimet në Akademinë e Arteve të Bukura të Vienës, ku zhvilloi aftësitë e tij teknike dhe ku ndikua nga tradita klasike. Ai filloi të pikturonte murale dhe dekorata për ndërtesa publike, por ishte pas disa viteve që ai u bë i njohur për stilin e tij unik, i cili do të lëvizte shumë larg nga arti tradicionale të kohës. Në vitin 1890, Klimt themeloi grupin e artit Secession, një lëvizje që kërkonte të lironin artin nga normat tradicionale dhe të përqendroheshin në shprehje më personale dhe të ndjeshme. Kjo periudhë shënoi fillimin e krijimeve të veprave që të bëheshin të famshme, si përqafimi dhe portreti i Adele Blombauer. Pikturat e Klimt, të mbushura me simbole, ngjyra të ndryshme dhe forma të mrekullueshme, ishin një reflektim i brendshëm të pasionit të tij për jetën, por gjithashtu dhe një eksplorim i temave të thella si dashuria, seksualiteti, jeta dhe vdekja. Ajo që bënte veprën e tij unike ishte përdorimi i artit ornamental, përzierja e ngjyrave dhe detajeve të ndryshme dhe i pasioni i thellë për natyrën dhe bukurinë femërore. Në vitin 1918, pas një periudhe të gjatë që përfshinte depresionin dhe një jetë të ngarkuar emocionalisht, Gustav Klimt vdiq nga goditje në tru, duke lënë pas një trashëgimi të pasur artistike. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Hande Erçel, e cila është një aktore dhe modele e njohur turke. Ajo ka lindur më 24 nëntor të vitit 1993. U bë e njohur për rolin e saj kryesor si Hayat Uzun në serialin Aşk Laftan Anlamaz, i cili arriti sukses në të madh në Turqi dhe jashtë saj, përkatësisht në vendet e Amerikës Latine, në Azinë Jugore dhe në lindjen e mesme. Erçel u rrit nga gjyshërit e saj
Në vitin 2012, ajo fitoi Miss Civilizimi i botës 2012. Ajo ka një motor të famshme, e cila quhet Gamze Erçel. Nëna e saj ndoroje disa vite më parë. Hande ka marrë mjaft çmime të ndryshme si aktoria më e mirë e vitit, aktoria më e mirë në komedi, dramë dhe Miss Turqia. Ajo ka interpretuar në shumë filma. Në vitin 2014 ka luajtur në filmin Çillgin Dersan Universite në rolin e Meryem. Gjithashtu në këtë vit ka luajtur në filmin Hayat Agaçı në rolin e Selen Kahranlı. Në vitin 2015 ka luajtur në filmin Güneşin Kızları në rolin e Selin Yılmaz. Në vitin 2016 ka luajtur në filmin Aşk Laftan Anlamaz në rolin e Hayat Uzun. Në vitin 2017 ka luajtur në filmin Siyah İnci në rolin e Hazal Sulabi. Në vitin 2019 ka luajtur në filmin Halka në rolin e Myda Akaj. Gjithashtu në këtë vit ka luajtur në filmin Azize në rolin e Azize Günay. Në vitin 2020 deri 2021 ka luajtur në filmin Sençal Kapime në rolin e Eda Yıldız. Do të vijmë rubrikën kuriozitete dhe sot të flasim për një kuriozitet mbi ekologjinë, mbrojtja e bimëve nga natyra. Bimët, ndryshe nga kafshët që mund të ikin ose të luftojnë për të mbrojtur, kanë zhvilluar një sër mekanizmash të jashtëzakonshme për të mbrojtur nga kërcënimet e jashtme, veçanërisht nga kafshët dhe insektet që mund t'i dëmtojnë ose t'i hanë ato. Për më tepër, këto mekanizma natyrore janë shpesh shumë të sofistikuara dhe të veçantë për secilin lloj bime. Një strategji më e zakonshme që përdorin bimët për të mbrojtur veten janë substancat kimike që mund të ndihmojnë për të larguar insektet dhe kafshët që përpiqen t'i hanë ato. Kjo mund të përfshijë substanca të hidhura që bëjnë që ndjenja e shijes mund të jetë e pakëndshme për kafshët ose përballje kimikate që janë toksike për ato. Për shembull, kastravecët dhe lakrat përmbajnë substanca që kur kafshët i konsumojnë mund të shkaktojnë dëme të ndryshme si ilmim ose tretje të vështirë. Një shembull tjetër i mrekullueshëm është përdorimi i feromeneve, një lloj kimikati që disa bimë lëshojnë në ajër për të sinjalizuar kafshët që t'i shmangin ato. Një nga këto raste është përdorimi i substancës së hidhur nga disa bimë të familjes Solanaceae, si tomatet dhe patatet, të cilat kanë zhvilluar kimikate që bëjnë që insektet i shmangin ato duke i mbrojtur nga dëmtimi. Një aspekt tjetër interesant është se disa bimë përdorin stimulimin e dritës dhe ngjyrës për të tërhequr insektet që ndihmojnë në polenizimin e tyre, por gjithashtu kanë mekanizma për të larguar insektet që mund të bëhen të dëmshme. Për shembull, disa lloje të kikirikëve përdorin ngjyra dhe lëngje të veçanta që i bëjnë ato të tërheqin insektet që ndihmojnë në përhapjen e polenit, ndërsa mbrohen nga lloje të tjera që mund të shkaktojnë dëme. Tani do të kalojmë në rubrikën Edhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të safaut ose dardhës afrikane, e cila ndryshon gjërësisht në madhësi dhe pamje për shkak të variacionit gjenetik dhe kushteve individuale të rritjes. Fruti është përgjithsisht i zgjatur, ovale dhe në formë konike. Ai piqet gjatë sezonit të shqyrave në Afrikë. Është autokton në shumicën e vendeve të Afrikës qendrore dhe perëndimore, veçanërisht në Nigeri, gjithashtu gjendet dhe në Kamerun. Fruti safao është një burim i shkëlqyer i vitaminave A dhe C dhe përmban magnez, kalium dhe kalcium. Fruti përmban gjithashtu një përmbajtje të lartë vaji dhe në nivel të konsiderueshëm të aminoacideve thelbësore si treonina, lisina dhe leucina, të cilat ndihmojnë trupin të kryejë të gjitha funksionet e nevojshme, duke përfshirë riparimin e indeve, transportimin e lëndëve ushqyese. Safao është i pasur me përmbajtje yndyre dhe aminoacide. Ai gjithashtu përbëhet nga mikronutrientë si kalium, kalcium, magnez dhe zink. Përveç përmbajtjes së dhënë, ky frut përmban dhe lëndë biokimike si acid, jod, folate dhe oksalate. Gjethet, kërcevi, lëvorja e rënjët përdoren gjithashtu në mjekësinë tradicionale për trajtimin e leprës, dizenterisë, anemisë dhe bajameve. Safao mund të përdoret gjithashtu për trajtimin e sëmundjeve të lëkurës dhe plagëve. Fruti ka provuar se kontrollon dizenterin dhe ethet. Ai përmban vitamina A, B1, B3, C dhe D, ndër përfitimet e frutave safao.
Detaji më i dukshëm është se 47% e frutave janë yndyrë. Rrit imunitetin. Fruti i dardhës afrikane ose safou është i mbushur me vitamina dhe minerale thelbësore që ndihmojnë në rritjen e sistemit imunitar dhe mbrojtjen nga sëmundjet. Vitaminat A dhe C janë veçanërisht të dobishme për imunitetin, pasi ndihmojnë në luftimin e infeksionit dhe reduktimin e inflamacionit. Përmirëson tretjen. Përmbajtja e lartë e vajit në frutat e dardhës afrikane ndihmon në lubrifikimin e sistemit tretës dhe bën më të lehtë shpërbërjen e ushqimit. Aminoacidet thelbësore që gjenden në fruta ndihmojnë në tretjen dhe përmirësojnë përthithjen e lëndëve ushqyese. Promovon humbjen e peshës. Fruti i dardhës afrikane është i ulët në kalori dhe i lartë në fibra, duke bërë atë një ushqim ideal për ata që kërkojnë të humbasin peshë. Fibrat ju ndihmojnë të ndjeni të ngopur nga periudhat më të gjata kohore, duke reduktuar kështu marrjen e përgjithshme të kalorive. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Vitaminat dhe mineralet që gjenden në frutat e dardhës afrikane safou janë të dobishme për shëndetin e lëkurës, pasi ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, nxitjen e prodhimit të kolagjenit, zvogëlon rrezikun e sëmundjeve. Vitaminat dhe mineralet thelbësore që gjenden në këto fruta ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve kronike, si sëmundjet e zemrës, diabeti dhe kanceri. Përmbajtja e lartë e fibrave ndihmon për të rregulluar nivelet e sheqerit në gjak. Tani u ftohtë parashikimet e modit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 24 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me alternime mes vranësirave dhe kthjellimeve si dhe rreshje të dobta shiu në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira në shumicën e territorit dhe rreshje të dobta shiu në zonat lindore dhe jugore. Pasditja vijon me mod të paqëndrueshëm dhe intervale me diell në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:31 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:04 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 17 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 17 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 17 gradë Celsius. Korçë, 2 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë, 8 deri në 17 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 24 mars 2020. Territori i Kosovës për datën 24 mars 2026 do të karakterizohet nga mod relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:25 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:59 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 3 deri në 11 gradë Celsius.
Podujev, 3 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, 2 deri në 10 gradë Celsius. Pej, 4 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 11 gradë Celsius. Malishev, 4 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 2 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj, 3 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 9 gradë Celsius. Suharek, 4 deri në 11 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 9 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishim me sërish nesër. Deri atëherë, mirupafshim.